E përmendit që e ke praktikuar edhe sportin e futbollit. Po. Ke qenë antar i një prej shkollave apo ekipeve të futbollit? Shkollave atje dhe kam pasur trener Bedris Salihun, i cili është shkup edhe nëse na ndjek në herë, e përshëndes. Ai për ndryshe e ka nxjerrë këtë futbollistin Enis Bardhin. Po. Do është produkti i tij. Qenë një pedagog fantastik. Edhe me të kam qenë deri diku 16-17 vjeç. Pastaj kam vendosur me i hy fushës tjetër. Brigadarisë. Ta me këtë pyetjem pse e le këtë? Pse e lash ishte sepse ishte problemi i dokumentacionit në atë kohë edhe unë kam qenë me dokumentet të Kosovës dhe të Shqipërisë në Shkup, për arsye se babi më ka qenë gazetar atje dhe ata e kam patur një lloj funksioni për vite rresht, qoftë Tiranë, qoftë në Shkup si diplomat të Kosovës, ani pse Kosova nuk ka qenë shtet i pavarur, por gjithsesi ai ka qenë gazetar i Rilindjes, e Rilindja ka qenë një institucion shumë serioz. Edhe pas mbylljes së Rilindjes natyrisht ka kontribuar në mediume të tjera. Edhe ka qenë problem me lujt në ligë të parë pa i patur dokumentacionet plotësuese, ndërkohë që problemi ishte këtu, sepse duheshin dokumente tjera, edhe kësaj nuk e di, ishte një moment kur u kryqëzuan disa rrugë edhe vendosa që ti përkushtohem diçka tjetër, por që pasionin e kam mbajtur që nga ajo ditë. E kam edhe sot të ndjej me shumë andje. Okej. Shohim shpesh herë duke bërë edhe emisione me tematika sportive. Kërkoj falje. Nuk ka problem. Okej. Tani kjo është fushë e yt, ja, më fal. Po, jo, pa diskutim, mirë, po ka zhvillime që ndërlidhen dhe janë aktuale në momentin që aranjohet një emision i politikës dhe padyshim që duhet të diskutohet. A është më vështirë me bëu emision për politikë apo për sport për ty? Po e marr të drejtën me që kjo është një intervistë shumë personale, unë intervistat zakonisht si jap. Jo për ndonjë gjë, po mendoj që më mirë është të vendosesh në funksionin tënd, të bëj pyetje, ta kryj punën time sa të flas më shumë, se edhe njerëzit i keq kuptojnë, po e marr një referencë të vjetër të babit tim të ndjer Bedris Sadikun. Më thoshte sporti është niveli më i lartë i diplomacisë. Thoshte nëpërmjet sportit jam bërë luftra, edhe nëpërmjet sportit luftrat kanë përfunduar me paqe, edhe janë dhënë mesazhe të një niveli të jashtëzakonshëm. Edhe më them që sporti është shumë kompleks, edhe them që sporti është goxha i vështirë si spektër i gjerë. Futbolli në veçanti, sepse unë ndaj futbollin dhe sportin i marr dy elemente, sepse futbolli është gjithsesi më e rëndësishme janë sporti edhe fushë veprimtaria më e rëndësishme në botë, relativisht dhe krahasimisht. Në raport me politikën do të thosha sportin është pak më i vështirë.